Thika pas shpine, dyshime për përfshirjen e oligarkëve rus, kompetenca të plota, përjashtimi i vendimarrjes nga organe shtetërore e shumë të tjera, karakterizuan tenderin për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, me autorin e vetëm të gjitha këtyre të bëmave, milionerin kosovar Bexhet Pacolli. Gjithçka nisi si një bashkëpunim i ndërsjellët mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në vitin 2021, qeveria shqiptare ja kishte besuar njërin nga asetet më të rëndësishme të vendit, pra aeroportin e Vlorës, ish presidentit të Kosovës, biznesmenit Bexhet Pacolli. Ndërtimi i një pjese të aeroportit kishte nisur në fillim të po atij viti, u testua edhe pista e aeroportit nga vet Pacolli dhe kryeministri Edi Rama, ndërsa gjatë një inspektimi në vitin 2023 u premtua se fluturimet e para do të nisnin në mars të vitit 2025. Por në fund tenderi prej 104 milionësh për ndërtimin e aeroportit të Vlorës mori krejt kaje tjetër. Në fillim të tetorit të vitit që lan pas, mediat shqiptare nisën raportimet për dyshimet e përfshirjes së oligarkëve rus në aeroportin e Vlorës. Sipas asaj që raportoi aso kohë, prokuroria ishte vënë alarm për mundësinë e kalimit të aeroportit të Vlorës në duart e oligarkëve rus. Pacolli kishte vendosur në hipotekë si garanci aeroportin e Vlorës në një kredi prej 100 milion eurosh të marrë nga ai, në bashkëpunim me kompaninë Delfos Security SAL, një kompani offshore me bazë në Luksemburg. Sipas marrëveshjes që ishte publikuar nga mediat shqiptare, nëse Pacolli nuk arrinte të shlyente kredin me interes fillestar 7.6%, atëherë aeroporti i Vlorës do t'i kalonte nën kontroll ekonomik kompanisë Delfos Security SAL. Kompania me të cilën ai lidhi marrëveshje ishte regjistruar në Luksemburg si një shoqëri titrizmi, ajo dyshohej se është e lidhur me Rusinë. Lidhja me oligarkët rus nuk ishte shkëndija e vetme që shkaktoi kaos në Shqipëri për aeroportin e ri. Pacolli me vllajën e tij Eminin, si dhe punojësin e kompanisë Magpo, Nelson Çela, po hetoheshin nga prokuroria në Shqipëri për mashtrim me pasoja të rënda, falsifikim dokumentesh dhe mashtrim kompjuterik. Ata dyshoheshin se kishin mashtruar partnerin e tyre në koncesion për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, Valon Ademin, një biznesmen tjetër po nga Kosova. Sipas një kallëzimi penal të deponuar në prokurori, Pacolli dyshohej se mashtroi Ademin për pronësinë e aeroportit. Ai pretendonte se ishte zotëruesi 98% të aksioneve të aeroportit, ndërsa Ademi është zotëruesi 2% të aksioneve. Por Valon Ademi pretendonte se ekzistonte një kontratë notariale e vitit 2022, sipas së cilës ai ishte pronari 47% të aksioneve dhe Pacolli 53%, por kjo kontratë nuk ishte regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në Shqipëri. Në dokumentet zyrtare, Pacolli figuronte zotëruesi 98% të aksioneve. Përpos kallëzimit penal të ushtruar në prokurorinë e Tiranës, Valon Ademi parashtroi padije edhe në gjykatë për vendosjen e masës së sigurisë në raport me vendimet e aeroportit të Vlorës. Gjykata më pas vendosi që të pezullojë çdo vendim të planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve të Biznesit Vlora International Airport, SHPK, e cila ishte caktuar të mbahej më 20 tetor 2025. Gjykata e përjashtoi Pacolli nga vendimarrja dhe më pas i dha të drejtë Valon Ademit. Me 24 dhjetor të vitit 2025, gjykata e shkallës së parë në Tiranë mori vendimin për sigurim të padisë për rastin e Vlora International Airport, duke aprovuar si të bazuar kërkesën e paraqitur nga 2A Group me pronar Valon Ademin. Përmes vendimit të 24 dhjetorit, gjykata kishte pezulluar të drejtën e votës së aksionerit Mapco Construction SA, të drejtuar nga Bexhet Pacolli. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar nga gjykata e apelit. Kolegji prej 3 gjyqtarësh i apelit në Tiranë vendosi që të lërë në fuqi masën e sigurisë së shkallës së parë, me të cilën i jep të drejtë aksionarit Valon Ademi që të administrojë aeroportin e Vlorës. Me këtë vendim, apeli ka vërtetuar dyshimet dhe ka bllokuar mundësinë që aeroporti i Vlorës t'i bartet një biznesi të dyshim në lidhje me Rusinë.